Tha ka orë, tha Abdurrahman ibn Aufi për Shamit. I ka tha 700 deve. Dëgjoj. 700 deve thot të ngarkume me lloj shmerit ushqimit. Po i thojnë ta paguj mallin tënd edhe 5 herë. Veç shitna. Inshallah nuk e bën këtohen. Aisha tha, kur e ndëgjova këto, thash, oh mora Abdurrahman, inshallah nuk e bën këtohen. Tha dhe nisa, mu bogati mu vesh me dal me qërtu Abdurrahman ibn Aufi. Thot Aisha radiallahu anha, transmeton Aisha radiallahu anha, thot në vitin e thatësis Amr Ramad, atë shumë thot e ka plej Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thatësia. Tha sot sa thot në shtëpi nuk i kisha më shumë se 2 hurma. Është 2 hurma në shtëpi. As uj, as kur gjo. Thot rash me flejt. Aisha radiallahu anha thot për një moment thot e ndëgjova një zhurmë të madhe. E ndëgjova thot një zhurmë të madhe dhe kur u zgjova tha pe këshyri qiellin, i shku qielli. Po zonat e njerëzve jashtë u ndëgjojshin shumë. E thira tha një për i shërptorëve që e kishtë Aisha, e ka pas një shërptore. E thira tha Gjuajrije e i thash, o Gjuajrije, del këshyr që o ka ndodhë, çka po ngritën këto zëra kështu. Dul Gjuajrija me këshyr, kur dol, u kthy tha ja umma, tha o nanë. Tha ka orë, tha Abdurrahman ibn Aufi për Shamit. I ka tha 700 deve. Dëgjoj. 700 deve thot të ngarkume me lloj shmerit ushqimit. Po i thojnë ta paguj mallin tënd edhe 5 herë. Veç shitna. Inshallah nuk e bën këtohen. Aisha tha, kur e ndëgjova këto, thash, oh mora Abdurrahman, inshallah nuk e bën këtohen. Tha dhe nisa, mu bogati mu vesh me dal me qërtu Abdurrahman ibn Aufi. Tha kallë pa prit, tha po të troket dera. Po del thot, shërptore me këqyr, Abdurrahman ibn Aufi. Po i thot, tha, ja umme dhe të nadhët, ka ardh Abdurrahman ibn Aufi, ka ardh. Tha Aisha po thonë vetë me veti. Sa ta të bisedin që e bonit para që e përmendan, vetë me veti këti ka po, që ka thonë shërptorës. Tha, dashta mu qu me dal me shku me qërtu, që Allahu ma pruni me kom dë veta këtu të shpja jeme. Ka thonë, Esselamu alejki ja umme, ka thonë, pasha dhe shpetimi, Allah të qofë mbi ty, o nona e besimtarve. Unë jam thot Abdurrahman ibn Aufi. Thot kom ardh, thot me 700 deve. Me 700 deve, thot, me të lloj shmerit ushqimit, pasi që e kom dëgju thirrjen e Emirul Mu'mininit. Omeri radiallahu anhu boni thirrjen Amr Ramad, tha, ndihmojeni Medinën, o ju ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se shikën njerëz të dek. E mundoj kjo Omerin këto, me i pa njerëz, ti me i pa si udhëhet si të në me i pa ti musliman të vdek, mos me mujt me ndihmu ata, e rond. Tu i pa fëmijët e vegjël, kanë vdek fëmijët e vegjël pi uris. Aisha për ndëgjon, tha, dësha me ndërprej, me bo nasihat. Po tha dikur ma bo, apo më ndëgjon mirë o nan? Thash, po të ndëgjoj. Tha tregtarët e Medinës kanë ardhur po ma jepin 5 fishin e mallit. A unë vallaj, tha, se ja u jepi. Nuk ja u jepi, tha, këtë mall. Tha, sa është dikush që i pagun ma shumë sa ata. Është Allahu subhanahu wa taala, tha, kom ardhur tek ti o nana e besimtarve, se e urdhërova, thot, Ibn Faruqin, kush? Omerin radiallahu anhu, që me u shpërda muslimanve, me u shpërda këtë mall krejt, e dëshmitar i kësaj sadakaje është Omeri, Alia edhe ti o nana e besimtarve. Atër thot Aisha hina mbrenda dhe e nisave kaj thash, mara Aisha, po qysh me mendu mërë ti keq. Për një shok për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kjo është një pi përgëzume me xhennet. Ka qenë i përgëzume me xhennet Abdurrahman ibn Aufi. Edhe kur o dal dashurit e mi, jo shpërdo krejt ai ushqim, kanë mbet devet, kanë dosh me ja kthy. Ka thot ja, kejt ka thonë prejni, kejt mi prej ka thonë. Edhe shpërdojnë e për rritë Allah subhanahu wa taala. Që kjo dashurit e mi me pas një ndjesi për musliman, e jo si kurse ka, do shta dikush sot, e din një vlat vetin që o i këput, me nëzje kalën mujin, kjo e ka mundësin, mi a letësu, si letësa. Ama, nëse dënë mi njësu Abdurrahman ibn Aufit e tjerve, kjo është shembulli
më i bukur dhe më i mirë praktik që na do më thonë duhet më inspiru për këtune njerëzve. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.